Violeta Kukaj vesh vajzën për herë të dytë në Vellot të Bardh, por këtë herë ka një arsye. Violeta Kukaj së fundmi po përgatit një videoklip të ri, ku pjesë e tij është vajza e saj njomza me bashkëshortin e saj. Por për dallim nga dasma e vërtet, në këto poza familjare nuk mungoj edhe djali Mati. Fotografit rrëmbyen zemrat e publikut, duke u komentuar pafund në rrjetet sociale. Edhe pse hera e dytë në Vellot të Bardh, bukuroshja shkelcen më shumë se kurrë. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.